KQZ mundson regjistrimin për votim jashtë Kosovës për të gjithë shtetasit që jetojnë jashtë vendit për të regjistruar hyrjen në platformën elektronike diaspora.kqz.org. Pasi të hyni në platformë, klikoni butonin Regjistrohu. Plotësoni të dhënat tuaja personale. Numrin personal I cili gjendet në dokumentet identifikuese të Kosovës. Datën, muajin dhe vitin e lindjes. Klikoni Kërko. Pastaj u shfaqet faqja për verifikimin e identitetit dhe email adresës suaj. Bëni një fotografi ku shihet qartë fytyra juaj. Shkruani email adresën personale sakt. Rishkruani emailin për konfirmim. Klikoni dërgo kodin për verifikim. Në email adresë do të pranoni kodin për verifikim. Shkruani kodin që keni pranuar në emailin e dhënë. Klikoni verifiko kodin. Pas verifikimit ju duhet të plotësoni të dhënat e adresës jashtë Kosovës. Shënoni qytetin ku jetoni dhe zgjedhni shtetin ku jetoni. Shënoni adresin e plotë të banimit jashtë Kosovës dhe kodin postar. Shkruani numrin personal të telefonit. Zgjedhni njërin nga mënyrat e votimit. Përmes postës në kutin postare jashtë Kosovës. Përmes postës në kutin postare në Kosovë. Ngarkoni dokumentet e nevojshme për regjistrim. Fotografoni njërin nga dokumentet e lëshuara nga Republika e Kosovës, letërnjoftimin, pasaportën ose patent shoferin. Dokumenti pranohet edhe nëse është në afat të skaduar. Fotografoni fytyrën tuaj duke mbajtur në dorë dokumentin identifikues të Kosovës. Fotografoni një dokument që dëshmon adresin jashtë Kosovës. Për shembull, dokument identifikues në të cilin është shënuar adresa e banimit, vërtetimi I adresës nga autoriteti lokal, kontratë e qiras, faturë shërbimesh, dokument I lëshuar nga banka apo kompania e sigurimit, dokument që dëshmon adresën e personit tek I cili qëndrojnë përkohësisht, dëshmi tjetër banimi për rastet specifike, rezervim hoteli, konvikti e të tjera. Nëse adresa e banimit gjendet brapa dokumentit identifikues, fotografo pjesën brapa dokumentit. Adresa e deklaruar e banimit jashtë Kosovës, rruga dhe numri I shtëpisë, apartamentit, kodi postar, qyteti dhe shteti. Duhet të përputhet saktë me adresën e dokumentin e ngarkuar. Në të kundërtën, kërkesa refuzohet. Kontrolloni të dhënat e plotësuara. Pranoni kushtet e aplikimit. Klikoni Apliko. Aplikacioni do të dërgohet për shqyrtim në KQZ dhe përmes emailit do të njoftoheni për statusin e aplikimit.